Tha shloje grujen si tjetë baba jot si Omeri. Ama baba jot ka mundësi pëse që ke marru pazullin mirë dhe shloje grujen. Aja zban. A Omeri dhe zë pse i ka thonë shloje grujen? Se si ka pëlqit i shka fetarisht, si ka pëlqit i shka për Allah, si ka pëlqit i shka për pengamber, si ka pëlqit i shka për fe. Ama të na ka thonë baba. Që ka thonë bë baba? Ma mira mës me thonaj, se shpesh hera i zdi shka me thonë. Apo, dhe vlezër shtinë në kokë, pse i ka baba do vjetë ma shumë, zdo me thonë si ti. Që të plopinjezve e nga tru këtë punë. Baba em tha, pa i të nditë më rëllaj me parit e nga nësi marvesh ato askur gjo. Shka i kënë bodi se njërë, ka thonë baba jem, thuti si ka thonë Omer Khattabi radiallahu anë, apo e ka baba në vetë si Imam Bukhariu. Andaj shka i tha Imam Ahmedi? Ani tha, shloje, me kusht, ta kish babën si Omeri. E tash, nëse baba i dhënot, por shka i dhënot e na baba? Shpesher, fatkecisht, por kot. A ku të vene puna por fejë si dhënohet? She, do shta fmit e vetë s'falin namaz, nuk a gjorojnë, nuk veshen që shduhet. Aj, se ka gajnë, thot. Këto 3 qështu, thot, pe qojshin. Me bo mi aprish ati di shka, kumpirat mës mi am ledh. Aj, se shkon e këta, se shka na kur gjobi kësajna. E nuk shkon kështu vëzër, për këta sy e tash, nuk nën kupton nga